Miqtë e emisionit Bardhazi, mirë se erdhët në këtë të premte festive, ku e gjithë Shqipëria, jo vetëm Shqipëria, Kosova, Maqedonia, feston festën e madhe të Bajramit. Është një fest që natyrisht festat na bëjnë mirë. Po jo, po se ka njerëz që thonë që janë gjithë to festa. Po mirë më të bën shëndetësh, përqefësh. Jo, po ishin njerëzit të gjithë nëpër lokale. Këtë doja të thoja. Domethënë agjerimi i gjatë, njerëzit që e kanë mbajtur shumë gjuhën në gojë, pra nuk e kanë thënë fjalë tek qia ose. Mua deri diku më duket një sakrificë të mërshme, se mirë të rish pa ngrënë, po pa ujë mua më duket është vërtet sakrificë. Po, inshallah i pranon Zoti të gjitha këto sakrifica dhe na jep paqe, na jep mirësi dhe urime të gjithë besimtarëve mysliman, sepse gjithë sheshi Skënderbej sot është gëdhir në një pamje të mrekullueshme. Po edhe ata që janë mysliman ose e bën pushim sot. Po. Në atë rast po prit se na vjen radha ne. Do bëni dhe pushime me ne, se janë pashkët ortodokse, pashkët katolike. Po ne kemi nevruze, shqyr. Mirë, shkojmë në pse. Po, në rubrikën e para pëlqyer të Ornelës, në fakt të gjitha rubrikat janë të pëlqyera, nuk e di se çka ka. Mua vetëm ndeshja më pëlqen. Regjia, zëri që vjen nga lart, po. Babi, çfarë është ligji i gravitetit? Me thënë të drejtën të keqen babi, nuk ka kohë babi të shikojë të gjitha ligjet e parlamentit, se ka punë babi. Babi shef ligjet e mamit. Si e porosit një bjonde kafen e mesme? Dëgjojeni. Porosit 3 kafe dhe pit mesit. Çfarë do bëhesh kur të rritesh ti të keqen mami? Do bëhem policë të keqen mami. Po mirë, kur të bëhesh policë, të paktën, mos u bë drufar. Mami, më duket se po bie dera. Hyrë të keqen mami. Se ja hapu. Na falni, se s'është ditë e policisë, kështu që mund të bëjmë çikumor. 2 zoq. S'kemi faj ne tani se ju policët e keni dëshmuar vetë këtë gjë me barsaletat e shumë. Po, kanë shumë. I ke numëruar ndonjëherë sa barsaleta ka vetë? I ka numëruar një polic. Po. Sa ka? Një polic i numëroi. Po, s'ka mbaruar akoma numërimin. Kjo si ishte e barsoletë. 2 zoq po shikoni një breshk që ngjitej në pemë edhe hidhen në pema. Njëri thot tjetrit, shpirt, një ditë duhet ja themi që është adoptuar. Ishte breshk, po ngjitej në pemë, hidhen në pema, kujton dhe se fluturon dhe shkërta, s'kishte faj. Ka plot njerëz që kujtojnë se fluturojnë. O mami, se këto i kam qef me mami vdes. O mami, pse qielli është blu? O mami, pse breshka nuk vrapon? O mami, pse babi ka dashnore? Qa thumore? Si e këllë kokër? Shpirë, qëfar po kërkon njerë? Azja. Po ke 2 orë me atë certifikatën e martesës aty, nuk e heq nga dora. Qëfar po lexon, qëfar po kërkon, qëfar po rëmon? Doja të gjeja datën e skadencës. Ka. Nuk dëgjojnë të qeshurat këtu, dhe sa për ta ditur regjia, me qënë se jemi live, ngrini pak të qeshurat, se kështu në ngrijet dhe ne humori. Po në ngrijet edhe neve, humori. Si thot regjia? Nuk e dëgjuam. Oke. Ka një defekt teknik, do qeshim vetë, hajde. Oke. A të kujtohet i dashur, pikërisht në këtë park më ke vjedhur puthjen time të parë? Po më kujtohet dhe si s'më kujtohet, se nga jo puthje vazhdoj t'jem burgun. Matematika e dashuris është kjo. Burri zgjuar, grua e zgjuar, romans. Burri zgjuar, grua e thjesht, lidhje. Burri thjesht, grua e zgjuar, martes. Burri thjesht, grua e thjesht, shtatzani. Më pëlqen. I dashur do të vras veten. Si the? Do të fus gishtat në prizë, more. Aman, ato mos e bëjti se në aprishësh instalimet. Tonë ku e ka halën? I dashur janë bërë si hirushja. Vetëm laj dhe pastroj. Hirushja në gjithë, po hiruse në asë një se njështë. Vetëm laj dhe pastroj. Gjithë ditën e ditës, dhe ty nuk të vjen keq fare për mua. Je me fat, hirushja me fut, gjem princin. Ashtu, unë që kam gjithë, apo lullën e mire e hagomari. Të vëmë.
Buri vjen një ditë në shtëpi, gjen gruan me shokun dhe ti dhe vret shokun. Gruaja i thot: Po mirë mo, si që ke nisur kështu, do ngelesh pa shok fare. Më e kuptua ty apo? Ekonomi, është çështje ekonomike, do ngeleni pa lek me i fjalë. Si e kalon me gruan ti Erion? Shkëlqyshëm. Ashtu, ë? Çdo mëngjes më bën kafe, në darkë më gatuan gjëra të shijshme. Vërtet, ë? Jo, nuk është se mi bën, po do ishte gjë e bukur. Po të ndodhë. Pas 30 vitesh martes, e dashur, pse s'më thua më të dua? Unë ta kam thënë ditën e dasmës dhe nëse ndryshoj mendje, do t'joftoj. Rofsh. Ku VKM? Po, me PPP. Atëre, nëse nuk është VKM, nëse nuk është PPP, është Lajthiza. Është uji Lajthiza që na freskon dhe natyrisht ka qenë uji i tavolinave, i tryezave tuaja sot, sepse të gjithë keni festuar, keni pirë uji Lajthiza dhe këto pijet e mrekullueshme të Lajthizës që janë në të gjitha shijen, me limon, me portokall, rozea ime preferuar. Me qa shkon mish i pjekur? Me ujë të freskët. Jo, kush e shuan? Po, kush e shuan? Kush e shuan? Po, mishin e qëngjit, mishin e qëngjit. Se Se shuan vera, po e shuan ujë Lajthiza. Me Lajthiza pastrohesh. Po, dhe kur pi dhe ha, ku shkon ti, Erion? Prit. Shkon të flesh? Pritur e që të flesh, të duhet një dyshek. Të duhet një dyshek. Vetëm një dyshek? Duen edhe jastëk? Dhe jastëkët. Po, duen edhe mbulesat mira? Dhe kush është marka jote e preferuar? Marka e preferuar është Dorelani. Dorelani është si që nuk gjendë gjikundi tjetër. Dhe deri në datën 29 mars ka 50% ullje. Do me thënë, unë nuk e di, në vend që të rinjë të shikoni emisionit tonë, pas emisionit tonë, mund t'ikin dhe ta blenë direkt atë. Do thënë, është shakur se shakur, bani radhë. Dhe nëse nuk ju pëlqen, mund t'i ktheni prapë, kjo është e bukura. Sepse nuk ka produkt që nuk pëlqehet kur merret nga dyqani Dorelani. Nuk e që është shumë edhe duar tropitje regjis, falemderit regjia, po kemi dhe lajmërim të fundit. Unionet Western Union uron të gjithë besimtarët musliman gëzuar Fitoj Baramin. Dhe jam shumë i lumtur që e bëm dhe këtë urim në emër të Unionet Western Union. Po, sepse kemi kaluar ditën e verës me urim nga Unionet Western Union. Festën e mësusit. Festën e mësusit. Festojmë së bashku Bajramin, kemi përpara festat të tjera. Dërgo dhe dhuro me transfertat në Unionet Western Union që bashkon të gjitha zemrat e shqiptarve. Sepse Unionet Western Union është kudo dhe kurdo pran jush. 30 vjetë pran jush. Kthemi te përseja. Po. Ku e lame, ku na mbeti? O mami, si kam lindur unë, thot Erioni. O mami, si kam lindur unë? Ty të keqen mami të ka gjetur mami në një trëndafil. Po ti mami, si ke lindur? Mua më gjeti gjyshja në një borzilok. Po gjyshi? Gjyshin e gjeti gjyshi në një karajfil. O mami, po në këtë fisin tonë asnjë nuk bën seks? Kështu e themë? Po pra, po ja shpjegon të fëmijës. Po, kalojme aty te 22-shi? Po. Gruaja e sheh burrin duke qeshur me celular në orën 2 të natës. Dhe i thot: "Ore, me kë flet ashtu ti? Ke 2 orë me telefonin në dorë." Me askënd, po shikoj meme. Çfarë është meme, mo? Po janë gjëra kështu të çuditshme si puna jote, po si lë dot. Nëna i thot djalit: "Ke orë të tëra që shikon TikTokun, çfarë mëson aty? Mund ta di?" Mësoj si të gatuaj, si të bëj palestër, si të mësoj gjuhë të huaja. Dhe pse si bën këto në jetën e përditshme ti meqense i mëson atje? Po s'kam pomoj se duhet shikoj TikTok. Aha, po. Okej.